Dhe gjithanshmëria e Islamit nuk ka të bëjë vetëm me gjithë përfshirjen e aspekteve të jetës, po edhe ka të bëjë me atë pjesën që Islami është dërguar edhe është kumtuar domthonë gjithë popujve. Thotë Allahu subhanahu wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi bashiran wa nadhira. Ti o profet kemi dërguar përgëzues dhe paralajmërues për gjithë njerëzit. Do thonë nuk është feja e cila i dedikohet një populli të caktuar apo një race apo një realiteti kulturor, sikurse është shënimi Muhamedi, që albani të hadithin sahih për Abu Said al-Khudriyut, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë inna rabbakum wahid wa aba'ukum wahid. Thotë Zoti juaj është një, është Allahu subhanahu wa taala. Po edhe prindi juaj i parë është një, që është domethënë Ademi alayhis salam. Thotë wala fadla li arabiyyin ala ajami. Dhe një arab nuk ka ndonjë vlerë kundrejt një jo arabit. Wala li ajamiyin ala arabi. Dhe një jo arab nuk ka ndonjë vlerë kundrejt një arabi. Thotë wala ahmara ala aswad wala aswada ala ahmar illa bittaqwa. Dhe racat nuk kanë vlerë kundrejt racave të tjera, vetëse domethënë me devotshmëri dhe me përkushtim te Allahu subhanahu wa taala.